Prej që ka fillu puna, ka fillu e shprehja puna e marë. Puna e marë e shtanë bujkut, puna e marë e shtanë mjeshtrit, puna e marë e shtanë ortarit, dhe më thonë puna e marë preferohet të thuhet pothuajse në gjitha zanatet. Që për shembull hajnit nuk bën me thonë puna e marë se me i shku puna e marë hajnit është shumë keq. Po në përgjithësi, puna e marë është urrim edhe dashamirësi për tjetrin. E tash kohët kanë ndrru, e teknologjia ka arrit në kulm. E halli është se kujt me i thonë puna e marë. Pas kësaj të fundit, a i thuhet puna e marë atij tipit që priton me ta dhënë një certifikat lindjes që punon në komunë. Po sidoqoftë, puna e marë ju qoftë juve krejtëve çka po punoni mirë e ndershëm. Puna e mbarë usta, puna e mbarë tregtar, deputet dhe deputetet të pranishëm, puna e mbarë ministër, kryetari kuvendit, zamës ministra të pranishëm, ambasador të shteteve të Kuintit, nëse se pak i na fellit. Puna e mbarë dhe neve që po e fillojmë këtë emision edhe në gjitha emisionin në vazhdim. Ideja që të prezantojmë një emision të tillë ka ardhur nga fakti që dinamika e jetës e ka mri kulminacionin. Na krejt e kemi idenë që puna jonë është më e vështira, më e ngarkumja, më e stresumja, po kur dalim i shohim punë tjera, zana të tjera, atëherë kuptojmë që nuk është bashkë ashtu. Secila punë i ka vështirësitë e veta, i ka ngarkesat e veta. E na si popull shqiptar që kem qef ka pak me shti hund punë të huaja, për shembull, jo bone pak më çështu, jo pak më çështu, çtu e ki bo pak keq, e harrojmë atë fjalën e bukur shqipe, bile fjalën ndër më të bukurat, punës huaj thuj puna mbar. Atë do të më përdor pak më shpesh. Na qysh sot kemi paraqit një zanat cili nuk ja kemi haberin hiç. Kemi me shku atje, kemi me kqyr se me çfarë punë të ndryshme mirën njerëz. Emisioni ka për qëllim relaksimin e juaj, ju keni më kënaq, kemi më të shtëpia, keni me shiju emisionin edhe veç keni më kënaq të këshyr. Me mu bashkë në emision sot është Granit Uka, cilin çeve Graniti. Po. Hajde Granit. Një vesh është të mushtu diçka shumë është të mushtu. E që nije. Jas. S'ku me një vesh në një universitet të zhurë, vëqë jo t'ja mrena, nuk e një une. Mire ki. Apo pin diçka? Po la një kafe të urke kësha pi, për qef. Jo me po thëmë për vesh, apo pin diçka? Jo për vesh, nuk jem të pi kështë. Jo, a? Qërë? Hajde të shohim kuj për thojmë puna marë. Hajde. Zotnia o me ty që këj qenë. Largoje të lutna, largoje qenin se tutna edhe jam të dhomë diçka një farë interviste. Qëp! Ja, lidhe qenin. O, nuk i besuat se qenë o kjo, zotni. O, që po të vje mërzi që po thëmë lidhe, o në djallin së po thëmë lidhe, qenin. Ja, ma largo ma se tutna. Qëp atje? O, zotni, largoje qenin të lutna, largoje se qenë është taj nuk... Që këngon. Më i kamën e do kujshi, ka 30 vjetë i kanë, pa e thonë 5 herë nuk më gojnë, këtë thotë ngoj ka qeni. I ka tje. Hajt lo që jam, qashtu. Qëp. Hajna gati. Pra, shikus të dashën, unë e pata me dalën dhe me thonë diçka këtu, po një qenë i një kujshis këtu nuk më lejke me full, i vike mërzi që i thësha kap lidhe qenin, si mi thonë lidhe djallin, po qenë është taj, jo nuk të hanë. Dhe me thonë jemi në zërë prej qenëve ndacak edhe prej pitbullave dobermanave që dalin njerës me ta. Jo thot nuk të hanë. A kur t'ja këshësh pitbullit dosin ta ka 3 metra në policit gatë që ku me di sa njerës i ka sulmu. Ledhe zotni qenin ose heq mos del me ta. Maje në kolib, qeni është për majtë kolib. Nese ti tërë tema është aja, kjo nuk është tema jonë. Sot dojna me këshyrë se kujt po i thojmë puna e marë. Në kohën e sotit, dinamika shumë e madhe, ngarkesa shumë e madhe, stresi shumë e madhe, njerëz për stresit hajnë pak ma shumë, shtojnë pesh, që vetë këm shtu pak pesh, atë ndona me hek një 5 kg, flëkt për na bim për stresit, dhëm për na prishën prej ushqimeve të këqia, e këtu jemi para qendrës ACI, që i ban kretë këtu ndërhyrje, dhe me thonë, i dërgon njerëzit në Turki, në spitalet ndryshme, që mi bo këtu ndërhyrje, qoftë estetike, qoftë për shëndet, qëfar do lloji qofshin ato. Të shohim se qka po na thot flamuri, ky djali që ka me na full për ACI, është me rifatin mrena, une po nisna edhe po shkoj nalt edhe po këshyri se qka po na thojnë ata.
po i thojna puna marë dikujt në qendrën ACI. Shkojmë. Për një me po të më të kalëzu, papa Gjenoka një me të pyjë kësot. Hajde, nisëm. A pianisim? Hajde. Përshëndetje dashur shikus, qysh ju kalëzu më dhe njëherë, kemi arë me një profesion dhe me një zanat pak specifik. Nuk do me thonë që vërë zanatët e fështira, zanatët punë krahu, mi thonë puna e marë, po vinë edhe në bërë zanate pak ma të ndishme dhe pak ma delikate, si me thonë. Këtu jemi me Flamurin. Flamuri është një person i cili mirët me këtë zanat. Flamur, përshëndetje. Përshëndetje. Edhe kështu, për publikun, pak ma zgjenimisht, pak ma detajzume, pse vëlla do të më thonë ju me puna marë? Hajtë kalëzane një qaboni ju. Të e pas parasysh që na jem Agjencia për Turizëm Shëndetësor, do më thonë si qendër ACI, që i bjen që krejt personat që kanë nevojë për ndonjë ndërhyrje qoftë estetike, apo qoftë edhe ndonjë ndërhyrje tjetër, e bojna këtë ndërlidhjen e spitalit me personat në nevojë, atëherë menoj që kena shumë nevojë më na thonë njerëzit puna e marë, se puna jonë është kaq e ndjeshme, është me shëndetin, edhe me na shku marë është shumë e rëndësishme, kështu që mundeni më na thonë puna e marë edhe me qef. Qashtu. Apo më do këta folet diçka për gravitetin? Ja, s'fola për shumë. Jo, po telefon, ja folet diçka, po hajt, okej. Ja, nuk fola. Kështu, puna e marë, do me thonë, emisioni ka për qëllim ju tregu njerëzve zanate të ndryshme, profesione ndryshme. Tash këtu, do me thonë, vinë njerëz për muni mirë. Kohën e kalon, i shkojnë vitet, shkojnë jeta, edhe njerëz pak munohen, edhe për një moment vendosë me ardhë, me konsultu me juve, edhe me bo një ndërhymje për muni pjesën tjetër, tjetës, muni pak ma mirë. Që kjo është qëllimi, apo? Saktësisht, do më thonë si qendër, të e pas parasysh që e ceka dhe ma herët çështjen e shëndetit, kur është fjala të smundjet estetike që mundemi me thonë për shembull si obeziteti, ose probleme tjera estetike si rramja e flokëve, ose dikush nuk është i kënaqur veç me mënyrën që duket, don me bëna ndërhyrje për më dok më mirë, të e pas parasysh që na pikrisht këto i targetojmë, atëherë do më thonë definitivisht ndryshojnë jetë, sidomos tek personat obez, kohën e fundit kemi pas shumë sukses, kemi me qindra rastet suksesit që tash veç vinë çdo ditë dhe na falenderohen, të pas parasysh çfarë probleme kanë pas me mbi peshën e tyne, edhe në çfarë gjendje janë sot. Do me thonë ndihen shumë më të ri, shumë më energjik, qështu. Kjo është shkaki fast foodave, sa e di une. Nuk ka vëlla më qunë gjysë natës një gjithë së gjukin një njeri, ta njetën të apo du më bo mirë. Qa po du me thonë është, për shembull, a ka njerëz që thotë, qëra, une nuk jam i trash, po pak i ka meshnat e gjona. A përdin, a ka njerëz me meshnat gjona janë trash lata, du të mi fol njeri se, a përdin njeri du të më shprej. Krejt kena do njerëz që janë me meshnat gjona, edhe unë i kam do shok të mi. Po më kam një dy vita, meshnat gjona, më të kalzoj. Ka njerëz që menojnë që ashtu, po në menoj që nëse këta persona për shembull vendosin me bonjonën për ndërhyrjeve që na e kena dhe bojna vazhdimisht është ngushtimi i stomakut, zakonisht kanë sukses, nuk e di, nashta po ngushtohen edhe eshtat, nuk e di që është punave që zakonisht po vinë, po bëhen shumë feta ashtu, edhe nuk po kanë më probleme me mbi peshën. Kështu që ja u shumë rekomandu. Po, absolutisht. Do me thonë ngushtimi i stomakut është me ngushtu luftin. Apo. Do me thonë shikus të dashur, për disa qaste mund është muni i jashtëzakonisht mirë, muni i fit. Nuk do me thonë veç gërmia që të bën fit, po të bën ky trajtim. Do me thonë vjen këtu në këtë zanat, mirësh e ki dietologën sa e di une, edhe vazhdon të procedura. Sakt, kjo ngushtimi i stomakut po preferohet shumë kohën e fundit. Krejt në shterina që më e rekomandueshme është me tendu me hu peshë me dieta dhe gjana të tilla, po për personat që kanë shumë probleme të mëdha me mbi peshën, thjesht është e pamundur, kërkohet me kanë shumë strikt, shumë i disciplinum, edhe nuk po arrihet kjo, ndërsa përmes ngushtimit të stomakut veç rezultati arrihet shumë më shpesh, shumë më shpejt, po du me thonë edhe te shumica e njerëzve veç ashtu pasi zgjidhja e vetme. Te na kushdo që dënë me basi ndërhyrje ngushtimin në stomakut, përveç pjesës konsultative para ndërhyrjes,
edhe për ciljes gjendjes gjatë kohës sa është atje të pas parasysh që përfshihet në pakët tona çdo gjë, që është për ngushtimin e stomakut, qoftë analizat para operimit, për cilë si proteinat e nevojshme krejt që ka nevojë, domethënë në anën tjetër edhe masi të kthehen këto e përcjellim gjendjen e tyre deri në 1 vit. Domethënë për 1 vit munden me ardh të na me u konsultu me dietologë profesionistë dhe me pa gjendjen e tyre edhe çysh është të hes procesi i humbjes së peshës, gjë që e them shumë lirshëm që nuk mundesh me gjetë në asnjë vend tjetër ose agjencion tjetër kësaj natyre në Kosovë. Unë kom një tash që njerëz për shembull para se këto vonë kom një unë edhe po më duket e suksesshëm, to e pa parasysh që bajgi do njerëz e kanë bërë ndërhyrjen në stomak, kom një që ishin do ballona. Po ai tut djali në gjysmë nata që përthen ballonat dridhmat ishin. Aty në është pak problem kjo. Këto shumë njerëz që kanë kryer ngushtimin e stomakut veç prej neve kanë kryer shumë figura të ndryshme, ndoshta figurat kryesore politike, deputet e shumë figura tjera, aktor, këngëtar e çavëdionit që na i kanë kryer edhe pse pjesa më e madhe po dojmë majtë si sekret ashtu nuk po dojmë me tregu që kanë vënë në ndërhyrje të tillë. Po veç po dojmë pa mirë ata. Po më po vrejnë rezultatet kështu na kur i shohim vele po kënaqemi kur i shohim që kanë pas rezultat. E kjo çështja e balonës është një nga performave me hub deri në 20 kg, 25, ma shumë nuk mundesh me hub, 6 muaj zakonisht rekomandohet me majt balonin brenda në organizëm, domthonë në stomak. Është një formë, domthonë një performë, po tash mundesh ajo balona e ka një lloj kualiteti, disa janë më të lira, disa janë më shtrejta në bazë kualitetit të vendit ku prodhohet, nëse janë gjetë një balon të mirë, kualitative që na zakonisht ato i ngjesim kur i ngjesim, atëherë domethënë nuk ka problem, nuk ka mundësi me shpërthy ose diçka. Si ballone, na i fryshim do ballone kemi kënd vegjël, më e madhe ajo kanë më problemi me frysë pak të duke fortë pas. Kështu, ju bëni edhe ndërhyrjen flok, mjellët e flokëve. Po duhet ta tregoni një rast, jam kon në Turqi në deti, pa 1-2 vjet, kur kom hyrë në aeroplan, 95 kg kom po. Krejt me barin kry. Tash çysh është problemi me majt, ato a duhet me qit ple, a duhet me hit 3 herë në ditë. A kanë ujin e veçantë, për shembull shamponi von dëm, sa e liun. Po na flok ti mjellëm, plehe këto nuk i çesëm, janë do përpëja do trajtime që na i bojnë, domethënë që e forcon pak rëndjen edhe ja mundson flokëve edhe ato që janë ekzistuese me qenë më të forta, edhe ato të rejat që i kena mbjell veç me forcu rajen, edhe ka krema edhe natyres ndryshme që përdoren domethënë mas ndërhyrjes, që krejt zakonisht i lojnë si pjesë e pakos, po jo pleh, jo nuk i qi. Po veç këtë lojën, për shembull me nuk fien. 2 veta ata s'u luajnë. Se fia igla çka. Me mundi fia. Tash na këtë mbjelljen e flokëve kena me numër të caktuar, zakonisht me grafte të caktuara, mbas nevojës dikuj 4000, dikuj 5000, dikuj 7000, jam mbjellën, ndoshta me lut munën, po i vjen që një graft me çu poshtë, kështu që s'ja kisha preferuar kërkujna se edhe diçka po do me diskutu kështu. Orna. Jeta u bë shumë ngarkuar me flamur. Domethënë shumë stres. Jo nafta ka hyp, jo truthi po kalon aty se pak truthi dhe mua më ka më kalu, po nëse kjo tjetër temë. Shumë ngarkuar, semafora njerëz po kapën vetë jo hinë të kuqe, hinë të gjelbërt, pjala dhom të kryjnë njëri tjetrit. Çysh më apo vëlla? A ka trajtim për njerëz dhe për dhom a keni? Po, këta dytë bashkë munden me artena edhe na del pak punë se na duhesh me gjetë një kirurg të mirë edhe një dentist të mirë, po të dytë kanë zgjidhjet e na. Domethënë edhe atina mja hek dhëmt, edhe këtij tjetrit mja ndreq tani mos. Po ai që i ka dhëm të kryj më kanë qel. Ai ka të mirë të gatshme. Me të njëjtën rrugë jam mbjellëm edhe flok tani, domethënë në çat formë kryet, kështu që munden me nda dhe të kënaqem, po më merr mendja. Am tregon diçka drejt. Po, ama më bëj sinqert. Që vlloti që njerëz me mjell flok për veti çel. Kështu me tregu shumë sinqerisht ne kum bë terminin për vete, po nuk ke pak me zonën me punë edhe kismet e kam njet me shku, valla javën e ardhshme, të ejtën e ardhshme kam terminin edhe kam shku mbjell flok. Po ne për 2 vjet terminin. Bone se kështu ma fije valla çka. Ka ik fija. Nuk është problem, shkojna bashkë. Ja, hiç nuk ka problem. Kom e baksh të kam njet edhe me xhiru procesin edhe krejt që me çiçi. Sa herë i bëj flok me gell. Sa herë i bëj flok me gell, mu ka domethënë këtë dur të kime kam. Nuk e di si çka vjen kjo si pasojë e shkojit veç. Ka zgjidhje ka. Nuk ka zgjidhje, ja. Se çysh. Flamur, kështu. Edhe një pyetje diçka për fund. Granitin do të them ekipazh pak i dopt. Po. A ka vëllai një sistemi se graniti po hec pak pirt. Graniti do të firma streqën që rrin pak si çështu. Atë të marrun vet, por graniti ka shku vet këtu. Po di, s'po më normal që ka nevojë shumë diçka mundemi ose me ndaj konsult thjesht mi tregu mi thonë që është më mirë me hec drejt.
Ose mundemi diqysh me dietologë, ndoshta me bona i farë metode me terapi të ushqimit, diçka ka ekziston ai mundësi për me u evitu si problem. Neve kjo na bën mundi mirë, kur kemi kaq shumë hapësirë shërbime. Qashtu. Shpresoj më na me emisioni kemi arrit qëllimit me treguni punë Po ma suksesshme. Po ma merr mendja që po, kaq shumë do detaje kemi shpjeguar. Faleminderit shumë, punën e Baxhanakut mos harro. Fillim që thash. Gjithçysh e kam Puna e mori juve, ju koftë. Kam Baxhanak veç duhesh me gjetë diçysh në zgjedhje. Puna e mori juve e faleminderit shumë. Faleminderit juve, ishte kënaqësi. Pra, shikues të dashën, i tham, hajde. Pra, shikues të dashën, i tham, puna e marr një zanati shumë veçantë, shumë interesant, edhe shumë me rëndësi për njerëzit edhe kohët e sodit. Njerëzit kanë qef me inë durë të një zanat lijet mirë, sidomos për shëndetin personal. Qartë. Për shembull, kanë qef me dopsu, kanë qef me shtu pesh, kanë qef me mjell flok. Po, që për shembull, mu nuk më bin flok, se genetikisht nuk na bit neve Po flok. s'bin vështirin, ti nuk t'i bi semafora. Ja, nuk mi nuk semafora, se une nuk dal aty, mu ka për flak. Qa budallit, si Del shemë. ti po tipi ti nuk. A mëse një kosh me asi qenë. Mori ko qenë. Çdo puni ka sfidat e veta. Edhe kjo puna jonë me shku në për zanate i ka sfidat e veta. Veç krejt i kisha menu, po që na njekin qend, kur men si kisha qu.